Përshëndetje të vaksinuar e të pavaksinuar, të mandatet jemi, atje në hangelur sahati, edhe nda lia pa në shkaluar faktin që akoma duhet folur, sepse po bëhet kjo ndaja shumë e fortë në mes të kampeve akoma, domethënë që vaksinohu që të shpëtosh edhe tjerë jo vaksinohu, mos u vaksino sepse do të dalin brirë nga koka e të gjitha budalliqet e tjera. Motivimi për këtë monologun është edhe reaksioni i podcasteve të mëparshme ku në disa persona kanë thënë që ku t'i gjohën me Soros që vetëm pse i thoj robëve bëni vaksinat pse kështu. Kurse të tjerë thonë pasaj që je anti-vaxxer edhe këto budalliqet e tjera, që është një budallëk me shumë brirë, domethënë se pikërisht ky është problemi që vetëm për një çështje të tillë që në fakt nuk ka pse të ketë çarje, ka çarje jashtëzakonisht shumë të thella për të gjithë, domethënë është pak weird po ta mendosh të gjë, domethënë që what the fuck. Por që gjithsesi problemi është që nëse kushdo që do të vaksinohet, le të vaksinohet valla. Nuk kam parë shumë persona që thonë kështu tani. Të gjithë thonë që i bën label jo je anti-vaxxer, jo nuk beson, jo beson të teori konspirative kështu. Shumë pak persona janë që thonë që po të thosh ti do do bëj një vaksinë, unë do të thoj jo se të vrava, s'do vesh ti të bësh vaksinën, ose mos e bëj se do vdesësh, e kupton? Shumë mica e tyre ka me veten e tyre. Nëse kanë ashtu, ka nga ignoranca, ka nga mosbesia, s'ka se duhet ty edhe mua fare në atë punë. Duhet lënë robi të bëj atë që mendon, gjithmonë. Nuk duhet detyruar asnjë person për bërë asnjë gjë. Kjo është Chelsea i përtecur përpara për çdo lloj teme, se vaksina e thjesht e nxorrin në tablo, e nxorrin në një si të themi në një pamje më të drejtë për të gjithë publikun për ta parë, domethënë se sa e rëndësishme është drejta e zgjedhjes. Ne kemi një problem shumë më të madh në Shqipëri. Ne diskutojmë gjatë gjithë kohës se çfarë lloj gjëje që të ndodhi, domethënë në fund fare ka fajin shteti, sepse shteti ka bërë atë, shteti s'ka bërë këtë. Zanafilla e të gjithë kësaj është periudha komuniste dhe postkomuniste që kemi kaluar dhe po kalojmë akoma. Në ato kohë ti ishe detyruar të bëje çfarë thoshte shteti, ti ishe detyruar të bëje atë shkollë që të caktonin ata, në të vijë të punoje në atë qytet që të panonin ata me atë profesion që të caktonin ata. Dhe automatikisht, duke qenë se çdo gjë ti merri të gatshme, nuk kishe nevojë të mendoje fare se çfarë duhet të bëje, i kishe çdo të futura në kokë se si duhet të cillesh, edhe kur gjëja nuk shkonte mirë, normalisht kush e ka fajin? Shteti ka fajin, kush ka këtë fajin tjetër? E atë mentalitet me atë mentalitet kemi hecur akoma ne. Fatkeqësisht domethënë. Por që normalisht do një kohë të caktuar sa të shkulet kompleta, sa të shërënjoset. Po njëta gjë po ndodh me këtë pjesën e vaksinave. Pse jam unë personalisht anti mandateve, anti detyrimit, sepse para fare vaksinat që qarkullon tani në treg janë të gjitha me certifikim për përdorim emergjent. Nuk është se janë të super testuara e gjitha të tjera. E dyta, nuk kuptoj si mund të harrojmë pjesën e historisë kaq koherente me të gjithë pasojat edhe të gjitha pjesët e tjera të agravuara që la pas lufta e dytë botërore dhe të gjithë standardin për të drejtat humane që vendosi gjithë bota në akord pas gjyqjeve të Nurembergut, që nuk duhet i trajtosh njerëzit në shumë lloj mënyrash të ndryshme dhe një nga këto është që nuk duhet i fushësh njerëzve në trup asnjë gjë pa dëshirën e tyre. Edhe nëse është pa vdekësia, edhe nëse i fal jetën, i fal dritën. Nëse nuk do robi vet, nuk ka kuptim. Ne kjo po ndodh. Duhet ta zgjedhë robin, nëse do të vaksinosh, nëse do të marrë një ilaç, çfarë lloj gjëje që të bëj, duhet ta zgjedhë. Nuk mund ta bësh me detyrim, sepse edhe nëse nuk do funksionojë më vonë, kush do ta ketë fajin? Shteti do ta ketë fajin. Aty do plasi keq pastaj, ashtu do kalojnë në anarki e gjitha. Po normalisht shumica përtojnë të mendojnë për veten e tyre, përtojnë të mendojnë në mënyrë të pavarur dhe normalisht çfarë thuhet të bëhet, e di ai është gjithë ai. E din ata, e di shkenca, unë jam shkenca, po këto budallëqit e tjera. Ata që kanë shpirt rebeli, në fakt, që kanë qenë shumë herë më shumë më përpara, duhet në shenjë proteste duhet mos ta bënin vetëm për faktin që ka qenë tabu e gjitha, çdo gjë që ka ndodhur është hedhur poshtë me kalimin e kohës. Vërtet nuk ka qenë cip. Po këto cipat edhe budalliqet janë thjesht fjalë që hidhen në mesin e këtyre për të denigruar ato që janë të vërteta. Siç ishte që doli nga laboratori. Në fillim nuk të lejoi të flisje për këto. Ose kur I thashë në buri dheut ju me teori konspirative vetëm për gjëra të këqija, jo vetëm mendja, jo kështu, jo ashtu.
Po, fakti e tregoj që ashtu ishte. Më përpara po në YouTube nuk gjej asnjë video për këtë, po të bëj hashtag në Instagram apo për Facebook të fshihej posti. Kurse tash, mbasi e lejuan overlordsat, tani mund ta thojë çdo kush. Bile tani është standardi, pra tani është most likely, është 90% që mund të ketë qenë ashtu. Që do kishte më shumë se sa një dozë. Gojzonat janë që shumë e din, shumë nga mjekët e dinin domethënë, për faktin që nuk është mundur të bësh një vaksinë për kaq një kohë të shkurtër vetëm me një dozë apo të tjera ose për mënyrën e vaksinimit, pa rëndësi, nuk ka rëndësi fare. Në fillim fare ishte do dali vaksina, do shpëtojmë të gjithë. Pastaj do dali doza e dytë, se nuk funksionon doza e parë. Po duhet dhe boosteri, tani po dele doza e katërt. Po nuk të beson në njëri se kjo është pika më kyçe e të gjithë gjës. Të fëmijët e thonë jo, do ta gënjesh popullin sepse nuk i është gatshëm, nuk është i gatshëm ta përballoj. Por kjo është ajo që dëmton më shumë që e shkatron fare. Se një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë nuk të beson më, të bie besueshmëria, si shtet, si institucion shëndetësor, si çdo lloj gjëje të ndryshme që mund të kesh. Standardi të vërtetës duhet të jetë jashtëzakonisht shumë i pastër. Nuk mund të thuash gjëra të ndryshme vetëm për të fituar atë sezonin tjetër elektoral ose ku dëgjon për të ruajtur një post, për të ruajtur një gjë. Është shumë e rrezikshme. Pastaj edhe ne si shoqëri, unë si një individ i vetëm nuk mund të cënoj dikë të them që pse nuk u vaksinohesh ti je pler, ose ti që ku dëgjon u vaksinove do vdesësh, e kupton? Ti je budalliqe. Plerë Robin të bëj çaj do që vetë. Rasti ideal është se secili do kishte lexuar diçka për atë vaksinën, do të kishte marrë një formim disi për një njerëz me përditshmëri, se nuk mund të bëj tash çdo njeri 3 vite shkollë për të mësuar se si funksionon vaksinat. Po që drejtë të haj duhet të dim se çfarë po ndodhi, e kupton? Apo jo merr dër në thes aty dhe pastaj ku dëgjon dalë prit sa të dalë edhe në një lajmërim tjetër. Tani se çfarë do bëhet tani. Nuk është as pak gabim të mendosh në mënyrë të pavarur, edhe në qoftë se e gabim. Bile është më mirë kur je gabim, sepse kur je gabim, edhe je mendje hapur normalisht, e mëson ku e kishe gabimin. Kurse në qoftë se nuk je gati ta kontestosh mënyrën tënde të mendimit, do gjesh vetëm dele të tjera nëpër internet, nëpër gjëra që i bien në fyllit me të njëjtën vrim, edhe do pohoni gjatë gjithë kohës fjalët e njëri tjetrit. Edhe asnjë informacion i ri nuk do hyjë në kokën tuaja. Domosdoshmërisht, se s'ka nga të vi, sepse duke u nisur nga cila skuadër jeni, nga njëra anë janë ata që duan të shkatrojnë njerëzimin me vaksina, nga ana tjetër janë ata që thon vaksina të bëjnë alien, apo ku dëgjoj unë tani, ca budalliqe kanë dalë. E normalisht ajo pjesa në mes pastaj zbehet fare, ikën, rallohet, hollohet. Është fatkeqësi moderne. Ju falenderoj që s'keni asnjë punë tjetër se sa të më dëgjoni mua duke folur në veten time. Të isha shumë falenderues nëse mund të reagoni në komente për cilësinë apo për tema të tjera, shpërndarje nëse ju pëlqen. Faleminderit që jeni me mua në këtë rrugëtim.